Përshëndetje të nderuar. Sonte këto nuk do të flas për luftën, se si po zhvillohet, sa raketa janë hedh, sa caqe janë bombarduar, por do të flas për diçka tjetër, ndërlidhet me luftën, por do të fokusohet ligjërata e sonte kjo video në pasojat katastrofike, të cilat i kanë ndodhur botës, shumë vendeve të botës, shumicës së vendeve të botës, dhe që priten këto pasoja të jenë shumë më të mëdha se deri më tani. Temën e sonte do ta titulloja, megjithëse që bombastike në të dëgjuar, kur ta përfundoj do të bindjen edhe vetë se titullimin që dua të bëj nuk është bombastik, por është shumë realistik nga ato fakte e shifra e të dhëna të trishta që do t'i dëgjoni sonte. Temën, videon, ligjëratën e sonte do ta titulloja paralajmërime serioze për shpërthimin e protestave, e revoltave, e kaosit dhe e luftrave të reja në botë si pasojë e ndikimeve të luftës të cilën e nisi SBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit. Në videon e kaluar që e bëra, unë ju premtova se do ta bëj një video për dëmet globale që i ka shkaktuar kjo që e kam quajtur une dardha ukere, Irani pra, lufta kundër Iranit. E tani në këtë video po shpjegoj tragedin që i ka ndodhur botës si pasojë e një lufte të pakuptimt, e një lufte të cilës nuk i janë bërë llogarit, besoj se nuk i janë bërë llogarit para se Amerika dhe Izraeli t'i nisin sulmet kundër Iranit. Miq, ligjërata që i mbaj këtu, videot nuk janë punime akademike për ndonjë revistë, në të cilën do të përmendur fusnotat dhe bibliografin se ku je bazuar. Megjithatë, për shkak të bërumit të temës, për shkak të reagimeve tuaja në komente tek postimi im që e bëra si paralajmërim për këtë temë, e cila do të jetë temë me të dhëna për fat të keq, të trishta në lidhje me atë se çfarë i ka ndodhur botës deri më sot dhe çfarë do t'i ndodh në të ardhmen. Pra, megjithëse që nuk është temë akademike e botuar në ndonjë revistë, unë sonte pikërisht për këtë arsye do t'i përmendi raportet dhe emrat e organizatave dhe instituteve të cilat kanë shkruar në lidhje me pasojat që i janë ardhur shumë shteteve të botës nga kjo luftë. Kur fola në videon e kaluar, miq, fola për Pakistanin, të dhëna nga Pakistani, ose të dhëna të cilat i jap në lidhje me lindjen e mesme. Mos kujtoni se janë të dhëna që mirën zakonisht në për lajme, në për analiza ditore, në për portale. Jo, sidomos për Pakistanin, të cilin unë një kohë të gjatë e përcjeli njërën prej buletinve kryesor që del në Pakistan. Dhe ajo është The Journal of the Pakistan Historical and Political Society, që nga vitin 1997 unë e përcjelli këtë periodik, në të cilën shkruhen të dhëna rreth Pakistanit. Një tjetër të cilën vazhdimisht e përcjelli është dhe
Journal of Middle East Studies. Tjetra është Israel Social Science Research. Tjetra është The Bulletin of the Middle East Studies Association dhe të ngjashme. Sonte këto pra do të përmendi fakte dhe emra të instituteve të njohura në lidhje me ato që do t'i përmendi. Si hyrje e qësaj, e qëti prezentime të fakteve që do t'i përmendi, do të them se ajo që është duke i ndodhur botës nuk mbahet mend t'i ketë ndodhur për shkak të ndonjë lufte tjetër prej kohës së luftës së dytë botërore. Asnjë konflikt, asnjë luftë dhe asnjë krizë globale, as e vitit 2008 e të tjera para kësaj, as kriza e vitit 1971, kriza e naftës, as e 78-ës nuk kanë ndikuar kaq negativisht në rrjedhat e përgjithshme e sidomos ekonomike të botës sa e ka prek kjo luftë kundër Iranit, e për të cilën më shumë se njëherë unë, mos të them kam paralajmëruar, por kam shtruar ligjëratën, faktet se kjo që po ndodh tani do t'i ketë pasojat edhe më të mëdha. Pasojat e luftës amerikano-izraelite kundër Iranit, siç po shihet, janë shtri në ekonominë globale dhe sigurinë ushqimore, më shumë se në sigurinë geostrategjike të vendeve të lindjes së mesme dhe të vendeve të involvuara në lindjen e mesme. Ashtu prek ushqimi, buka, uji, të mbjellat janë duke u lëkundër ekonomi të ndryshme të botës. Dhe kjo shtrirje në ekonominë globale dhe në sigurinë ushqimore ka reflektuar drejt për drejt në jetën e qindra miliona njerëzve, punëtorëve, bujqve, si shtresat më të atakuara në vende të largta nga fushbeteja e luftës, të cilat vende, punëtor, miliona njerëz zakonisht mungojnë në mbulimin global mediatik. Nuk përmenden vendet e larta, vendet e varfra. Megjithatë, miq, nëse këto të dhëna mbi këto vendet të varfra dhe mbi tragjedit ekonomike që prekin bukën dhe ushqimin e njerëzve, nëse këto nuk i përmend, nuk i mbulon mediatizmi global, i mbulojnë revistat shkencore të ngjashme si këto, të cilat dalin nga institute dhe organizata kredibile që botohen në për vende të ndryshme të botës. Bazuar pra në raportet e ndala nga këto institute dhe organizata më të njohura në botë, pritet një krizë shumë e madhe ushqimore në botë në rast se nuk hapet shumë shpejt ngushtica e Hormuzit. Por edhe nëse hapet ngushtica e Hormuzit, pasojat e luftës 41 ditore do të ndjehen për vite të tëra, jo vetëm për vitin që jemi në te. Pra, si që thash, po i përmendi organizatat të cilat kanë bërë raporte, të cilat disa prej tyne i kam të printuara në tavolinë, si që thash në statusin tim në Facebook, e disa nga këto raporte i kanë botuar mediat e njohura në botë, të cilat edhe ato do t'i përmendi. Tema e sandme pra bazohet në këto referenca miq të dashur. Food and Agriculture
Organization. Raporti i dal nga kjo titullohet Global Agri-Food Implication of the Middle East Conflict. 2. Food and Agriculture Organization, e njohur si FAO, e boton studimin e raportin me Several Global Food Security Risks from Hormuz Disruption. Vazhdojmë. E njëjta, Food and Agriculture Organization, FAO, ata që i din këte emra e kuptojnë peshen. E bën raportin tjetër, Global Agri-Food Systems Under Stress. Pastaj, World Bank e boton raportin Food Security Update, Global Risks and Trends. Pastaj, World Food Program, raporti i saj, Global Hunger Projection, 2026. Pastaj, International Monetary Fund, raporti, Global Economic Outlook Under Middle East Conflict. Pastaj, United Nations, meq, raporti, Global Food and Energy Crisis Assessment. Pastaj, World Bank, raporti, Commodity Markets Outlook. Pastaj, IMF-ja, pastaj World Bank, pastaj WFP-ja, me raportin e tyre të përbashkët Joint Statement on Rising Food Insecurity. Organizatat të cilat kanë bërë raporte. Përveç këtyre organizatave të njohura në botë, ka edhe institute dhe think tank që kanë bërë analiza strategjike në lidhje me pasojat e kësaj lufte. Se çfarë janë ato pasoja, do t'i përmendi pak më vonë, por që ta dini se këto ligjërata miq që i mbaj unë para juve këto, janë të bazuara në konsultimin e burimeve serioze. Nuk janë ligjërata të përpiluara aty për aty, por janë kombinime të leximeve të vazhdueshme të periodikëve dhe xhornalëve të njohur në botë për dekada të tëra, për afër 30 vite, si dhe përcjellja e analizave aktuale, bashkangjitur me ndodhit aktuale që ndodhin në botë. Po i përmeni institutet të cilat kanë bërë raporte në lidhje me tragedin që është duke i ndodhur botën. Nuk janë fjalë mia, pra që unë po bëj lajme bombastike, statuse bombastike, sa për të krijuar një atmosferë frike. Zoti mos thashtë, përkundërzi, jam i urdhëruar nga Allahu i Madhreshëm dhe nga përvoja ime modeste akademike që gjërat ti them shtruar duke patër kujdes që ato që thuhen të thuhen me përgjegjësinë më të madhe para Zotit dhe para njerëzve. Nejse, International Food Policy Research Institute e ka studimin The Iran War, Potential Food Security Impacts. 2. Center for Global Development, studimi raporti Global Food Crisis, Risks and Development Impacts. Tjetër, Carnegie Endowment for International Peace Institute, studimi raporti Fertilizer Disruptions and Global Food Security. Këto mund të gjeni edhe jo, po u interesuat. Pastaj Atlantic Council, studimi Economic Fallout of Iran War. Pastaj Chatham House, studimi Energy and Food Interdependence Crisis. Pastaj Instituti Rand Corporation, studimi që del nga ty, Strategic
implications of supply chain disruption. Pastaj, Instituti Center for Strategic and International Studies që gjurnalin apo periodikun e revistën e këti instituti e përcjeli për hiq më pak se 12 vite. E bën studimin Global Supply Chains Under Stress. Raportet e tilla të cilat i përmenda këto, disa prej tyre i kam në shtëpi, i kam nxjerr nga interneti, e disa nga këto dhe përveç këtyre i kam trajtuar apo lexuar edhe në mediat e njohura në botë. Citoj, Reuters e bën artikullin Iran War Impact on Fertilizer and Food Supply. 2. Reuters vazhdon, IMF warns for inflation and food crisis risks. Mund t'i gjeni në internet. Gjithashtu Reuters, China releases fertilizer reserves amid crisis. The Guardian, Global Fertilizer Blockade and Food Crisis. The Guardian tjetra, Shipping Crisis Threatens for Supply. Pastaj, Association Press News, artikuli Global Fertilizer Shortage and Food Insecurity dhe Wall Street Journal me studimin e botuar aty Systematic Shock to Global Food Supply. Përveç këtyre, meq, analiza strukturore dhe ekonomike globale të bëra nga qendra dhe organizata të njohura në botë. Vazhdojmë, The Fertilizer Institute, artikuli apo raporti Global Fertilizer Trade and Supply Chains. Pastaj International Energy Agency, studimi e raporti Energy Food Nexus Report. Pastaj WTO-ja, Global Trade and Fertilizer Markets. A jeni të e pa? Këjtimi të folë për plehrat artificiale, ha? Okej. Pastaj World Economic Forum, raporti Food Energy Security Nexus, edhe OECD-ja me raportin e vetë të botuar pas fillimit të luftës së Iranit, Agricultural Outlook Report. Miq të dashur, sa i përket objektivitetit dhe peshës të asaj që e tham si në këtë raport, mendoj se është e kuptuar. Në raportet e lartë përmendura, disa prej të cilave janë botuar në gazetat, në 3 gazetat britanike. Një, The Independent, 2, i-Paper dhe Financial Times. Është paraqitur një tablo e plot e kostës që fshihet dhe nuk duket në media normale të botës. Kosto e luftës. Kështu, sulmi Amerikano-Izraelit, sipas The Independent, ka pasur raport pasoja të gjera në një botë të ndërlidhur politikisht dhe ekonomikisht. Citoj gazetën. Klasa punëtore në disa vende të Azis është dëmtuar rënd. Investitorët kanë paralajmëruar për pasoja afatgjate në tregjet globale, ndërsa janë ngritur shqetësime se lufta në Iran mund të ndezë konflikte të reja kësaj radhe për ushqimin dhe stabilitetin politik në mbar botën. Mbaron citati. A mund të besoni ju, o miq, siç e bëra pyetjen në status,
se administrata e Netanyahut dhe ajo e Trump në SBA nuk i kanë ditur këto pasoja që mund të ndodhin pas fillimit të luftës. Apo, edhe jo, si do që qëllim shumë nuk dëshirojnë t'i dëgjojnë dhe t'i lexojnë faktet, besojnë, shtrembër dhe dezinformojnë opinionin, bile i sulmojnë, i shantazhojnë dhe i linçojnë njerëzët të cilët dalin para kamerave dhe flasin me fakte, me emra dhe me mbiemra, me shifra dhe me data e të dhëna të dhimbshme si rezultat i kësaj lufte. Raporti i paper trajton pasojat indirekte, katastrofike, nuk o fjale jemja, e luftës së presidentit Amerikan Donald Trump në Iran mbi sigurin ushqimore globale, duke paralajmëruar se armëpushimi i brisht nuk do të përfundoj krizën reale që lidhet me mungesën e plehrave kimike dhe të karburanteve, gjë që mund të ndezë konflikte dytësore në rajone tashmë të paqëndrueshme. Mos harroni, ekziston një lidhje e ngushtë midis trazirave civile që bëhen nëpër vende dhe shtete të ndryshme dhe çmimeve të ushqimeve. Ekziston kjo lidhje e ngushtë gjenetike midis trazirave civile dhe çmimeve, sidomos të ushqimeve. Sipas Chris Barrett, ata të cilët e njohin e dinë se kush është, e ata të cilët nuk e njohin let shiqojnë në internet. Sipas Chris Barrett, profesor i bujqësisë ndërkombëtare në Universitetin Cornell, edhe pse është arritur një armëpushim dyjavor, Irani vazhdon të kontrollojë ngushticën e Hormuzit dhe me këtë kontroll kërcënon të vendos tarifa kalimi, andej pari tarifa këto të cilat do të rritin çmimin e naftës, çmimin e gazit natyror, të lëngshëm e të gast dhe të plehrave artificiale dhe si rezultat do të rriten çmimet e ushqimeve në botë deri në 42%. Jo fjalë e jemja, por fjalë e Chris Barrettit. Rreth 30% e naftës botërore dhe 25% e gazit natyror kalon përmes kësaj ngushtice jetike që quhet ngushtica e Hormuzit. 30% e gazit të Arabisë Saudite, të Katarit, të Kuvajtit, të Emirateve, e që besa edhe poshtë të Umanit, do të kalon në përmes qatë pjesën e ngushtë të cilën tani për tani e ka blokuar Irani për t'i bërë presion botës, e që bota t'i bëj presion Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e sidomos Izraelit për t'i vetëdijsuar se çfarë tragjedie i kanë sjell rajonit dhe e gjithë botës. Ajo që shumë kush nuk e di, miq, besoj une që shumë kush nuk e di, të këshyri sa shkoj minute, është fakti se mbi 35% deri në 42% të plehrave kimike, urea, që transportohen me anije në botë, do të kalojnë nëpërmes ngushticës së Hormuzit, duke e bërë atë pjesë një shtyllë kyçe për prodhimin, për të ndikuar në prodhimin bujqësor dhe në sigurinë ushqimore globale. Shiqoni çfarë peshe dhe çfarë tragjedie dhe çfarë, e them me plot mendje, çfarë gabimi është bërë që është goditur Irani. Që nga fillimi i konfliktit, sipas
ai paper britanike, çmimet e ures e plehit artificial, do të foli pak më vonë, shka është ureja, shka është ky plehu artificial që na kemi kujtue se marohet dikon me një fabrikë ose mos ta dikush ka kujtu se mbillet. Nejse, mos ta banalizoj temen. Sipas ai paper, çmimet e ures janë rritur në rreth 70% në botë, ndërsa ato të amoniakut, që edhe ky amoniaku nevojitet për plehin artificial, është rritur midis 39 deri në 46%. Elemente thelbësore këto për prodhimin e ushqimit në botë. Të uriturit janë të zemruar, shkruan The Guardian. Ekspertët në lidhje me këtë paralajmërojnë për lidhjen e fortë gjenetike midis urisë dhe trazirave sociale në për shtete të ndryshme. Gjithsesi dhe gjithashtu, përsëri, Chris Barrett thot se njerëzit e uritur janë natyrshëm njerëz të zemruar. Prandaj, mbyllja e ngushticës së hormuzit do të ndikoj në rritjen e ndjenjes së frikës dhe zemrimit, si dhe protestës dhe revoltës tek njerëzit e uritur që natyrshëm janë njerëz të zemruar. Barrett shton se ekziston një lidhje e drejt për drejt midis trazirave civile dhe çmimeve të ushqimeve në botë. Pasiguria ushqimore shpesh çon në destabilizime politike dhe sociale dhe mund të shndrohen në konflikte të hapura midis njerëzve brenda një shteti dhe konflikte të hapura midis shteteve për shkak të krizave ushqimore. Barrett sjell shembullin e vitit 2011 gjatë pranverës arabe, por e përmend edhe krizën e vitit 2008, kur rritja e çmimeve shkaktoi protesta masive dhe rrëzim të qeverive. 46 qeveri të botës janë rrëzuar si pasojë e krizës ekonomike të vitit 2008. Këtë krizë ekonomike e kam përjetuar të vitit 2008-2009, e kam përjetuar edhe unë në lëkurën time dhe në shpindën time. Në atë botë isha në Dubai duke jetuar dhe tani erdhi rani me e përmenden, ato të cilat njerëzit i patën fituar për vitet të tëra, për një vjet e gjys i kanë humbën thuajse 90%. Duke paguar pagat e punëtorëve, sigurimet e punëtorëve, kreditet e punëtorëve, mirëmbajtjet e punëtorëve, sigurimet e punëtorëve, transportet dhe akomodimet e punëtorëve që punëdhënësit në Dubai atë botë detyroheshin kompanit punëdhënëse që t'i siguronin të gjitha këto për punëtor. Dhe në një situatë të këtil, kompani të mdhaja, edhe të vogla, detyrohen që me aeroplan t'i dërgojnë këta punëtor në për vendet e tyre. Deutsche Bank, Citibank dhe shumë banka të njohura në botë në këtë krizën e 2008-ës humbin me qindra miliarda dollar të cilat i kishin investuar në propertis, në ndërtimtari dhe në projekte të tjera në Dubai. Sipas Barrett, miq, qeverit që nuk siguruan mbrojtje sociale efektive për qytetarët e tyre u përballen me trazirat të brendshme, ndërsa partitë opozitare shfrytzuan situatën
për të rrëzuar partit në pushtet. Nëse në 46 shtete rrëzohen qeverit, në Dubai nuk rrëzohet qeveria, por mbi 3 milion të huaj që po punonin deri atë kohë në Dubai, detyrohen të alshojnë Dubajin, Emiratet e Bashkuara Arabe, të kthehen në përvendet e tyre si punëtor krahu dhe punëtor të mesëm, dërsa dëmet të cilat i kanë lënë ata në Emirate detyrohen t'i paguajnë kompanit e ndryshme të cilat i kanë marrë këta të punësuar në punës dhe punëtor nga vendet e ndryshme të botës, sidomos nga Filipinet, Indonezia, nga India, më së shumti nga Pakistani, nga Sri Lanka, nga Bangladeshi, nga Afganistani dhe vendet të tjera. Kërejt këtyre ju kanë paguar shpenzimet e kreditet e gabimet e dënimet në rrugë, dënimet e ndryshme nga kompanit e punëdhënëse. Sot, meq, rreth 670 milion, 670 milion njerëz në botë ose vuajnë nga uria ose janë në kufirin e fundit të fillimit të vuajtjes nga uria. Ndërsa World Food Program paralajmëron në raportin e saj të sapo përmendur më lart se këtë vit pritet që edhe 45 milion deri në 50 milion njerëz të tjerë të shtyhen drejt pasigurisë ushqimore dhe të futen në listën e plus 670 milion njerëzve që vuajnë nga uria. Vatrat e mundshme të shpërthimit në botë janë vendet aziatike, vendet afrikane, vendet e Amerikës Latine. Meq, kur themi vendet e Amerikës Latine apo të Azis, mund të jenë vatra të shpërthimeve sociale dhe ekonomike, mos e merrni këto se janë larg India apo Brazili dhe pastaj ne këtu në Ballkan jemi rahat. Jo, produktet që prodhohen në Indi, në Pakistan, në Sri Lanka, në vendet të ndryshme, në Brazil, pula, sadia, e mishi, e të tjerat, në Argentinë, në Meksiko, të cilat vinë edhe në tregjet e Ballkanit, nëse atje ato vende i kap kriza që pritet sipas raporteve të tyre 20-30 instituteve e gazetave të cilat u lexova emrin, ato prekën edhe restorane, kompani, supermarkete, qytetar dhe çdo shtëpi e çdo njeri që jeton në Ballkan, pra edhe neve shqiptare. Raportet e si përmendura miq identifikojnë disa vende të cilat janë të atakuara e disa të cilat priten të atakohen përgjatë vitit 2026. Sipas këtyre raporteve, miq të dashur dhe të respektuar, nëse hapet ngushtica e Hormuzit, nëse hapet ngushtica e Hormuzit nesër të zami, pasoja do të ndjehen deri në 24 muaj. Por nëse vazhdon edhe 1 muaj, deri në 5 vjet do të ketë pasoja serioze. Protesta, probleme sociale, të cilat do të edhe politike, të cilat do të burojnë nga kriza ushqimore që do të godes botën. Nëse vendet e identifikuara janë Sudani i Jugut, ku për momentin është situata katastrofike për shkak të luftës së kaluar, varfrisë që ka qenë atje dhe për shkak të ndaljes së importit të plehrave nga vendet e Xhirit Arab.
Bllokimi i rrugëve detare dhe i ngushticës së Hormuzit ka bërë të pamundur përballlimin e krizës në një vend me afër 50 milion banor dhe duke i llogaritur Eritrenë, e Somalinë, e Sudanin e Jugut dhe Sudanin në përgjithësi. Një rajon tjetër që atakohet keqazi është rajoni i Sahelit dhe Afrika Qendrore. Priten konflikte të armatosura në Mali, në verilindje të Nigjerisë, në Kongo, sidomos për shkak të ngritjes së çmimeve të ushqimeve dhe kostove të transportit. Një 2 video më parë, unë e përmenda gryke e Hormuzit knej, pastaj Arabia Saudite, Jemeni poshtë, knej del deti i Kuq, kanali i Suezit që shkon në Mediteran që del në Mesdhej të Gibraltari në Atlantik dhe shkon përtej Atlantikut në Amerikë. Gryke e Hormuzit ndikon keqazi edhe në detin e Kuq. E që i bje se nëse ndikon në çmimin e transportit, në ndaljen e gazit, në ndaljen e plehrave artificial, do të ndikon natyrisht edhe në vendet përreth detit Mesdhej. Përveç kësaj, vendet të identifikuara janë Mali, Gaza, Jemeni, këto rajone tashmë të ndodhura në kufirin e urisë ekstreme, duke u përkeqësuar situata edhe më tej. Vendet të identifikuara se do të goditen keqazi nga mungesa ushqimore janë 11 shtete të Amerikës Latine, bujqësit e të cilave varen kryesisht nga plehrat artificiale që kalojnë nëpërmes ngushticën e Hormuzit. Ndër këto 11 shtete është edhe Brazili, që ne hajmë mish Brazili, ne hajmë pula Brazili, ne hajmë misër Brazili dhe produkte të tjera. Sipas raportit që përmend këto 11 shtete të Amerikës Latine e në mesin e tyre edhe Brazilin, për shkak të Hormuzit dhe plehrave, çmimet e mishit dhe të mishit të pulës dhe të tjera priten të rriten deri në 52%. Përveç këtyre 11 shteteve të Amerikës Latine, në Indi, në Azi, përveç Indis, me 1.5 miliard njerëz popullat, Pakistani, Bangladeshi dhe 6 shtete të tjera, si tërsi 2.4 miliard popullat, varen shumë deri në 60% nga kalimet e ngushticës së Hormuzit, e plehrave që dalin dhe kalojnë atje. Raporti i fundit i para 6 dite i World Food Program përfundon se lufta në Iran nuk është më thjesht një konflikt ushtarak, por një faktor global që po kërcënon stabilitetin e vendeve përmes ndikimit të saj në furnizimin me ushqime. Dhe në raport përmendet më së shumti India. Ndikimi i mbylljes së ngushticës është më i theksuari në Indi, ku po ndodh ka nis një val migrimi nga qytetet në përfshatra për shkak të pamundësisë që ta çojnë jetën në qytete. Por në fshatra të tëra dhe në 10 qytete, që i bje në 10 miliona indian, janë duke dalë për ditë në rrugë për të protestuar për shkak të ngritjes së çmimeve të plehrave artificiale dhe të artikujve të tjerë
ushqimor. Dhe Independent shkruan se kjo citat jo vetëm që kujton, por edhe i te i kalon për një përqindje të madhe pasojat ekonomike të pandemisë COVID-19. A jeni të kënaqur me përmendjen e burimeve dhe referencave? Mendoj se po. India miq, dëgjoni çet fakt. I trishta, India që me gjera ushqimore, edhe me noodles, e me makarona, e me oriz, i furnizon ofër 4 miliard njerëz në botë. Ju shet shteteve me popullat ofër 4 miliard njerëz. India, dëgjoni faktin, mbështetet në importe për rreth 60% për nevojat të saj dhe 90% e këtyre nevojave 60 kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Imagjinoni një shtet me 1.5 miliard banor, 60% e importeve që i merr, 90% nga që këtë 60% varet nga ngushtica e Hormuzit. Një informacion shtesë, pak si jashtë. Po e lexoj dikon me një burim lindor, se unë edhe lindor t'i lexoj, jo vetëm perëndimor, burimet perëndimore, anijet të cilat janë dalë në grykën e Hormuzit, me mira, ka spekulime 6.000, 3.000, 2.900, 4.500, por me mira. Prej tyre ofër 1.200 jetë të ngarkuara me ple artificial. Për shkak se nuk guxoj me i mshel motorët e anijeve, punon motori, janë nxe ato plehra dhe ka frikë të shpërthejnë, të eksplodojnë, e së bashku me to të eksplodojnë edhe anijet e tjera që janë të mbushura me gaz dhe me naftë. Lekjo, po pritet një katastrofë ekologjike në gjirin persik, që mund të ndodhë Oqeanin Indian të Babul Mandab këndej deri te deti i Kuq, duke kaluar edhe pastaj në Mediteran. Sa peshku dhe gjallësat të tjera në det priten të ngordhin e të vdesin në ato detra si rezultat i ngushticës, i mbylljes së ngushticës së Hormuzit, e cila mbyllje vje rezultat i luftës amerikano-izraelite kundër Iranit. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit ka shkaktuar në Indi dhe në 2.4 miliard njerëz një krizë të papar deri më tani në gazin që përdoret në kuzhinë me plin, që i mushon plinat. Dhe tani, vetëm në Indi, në Tajland dhe në Indonezi, kanë filluar që ato typat e gazit, pipelinat, si ju thuhet unë typ, ju thëm, jam mësu turqisht, në Turqi kur kam qenë kam përdorur, tash po bohen në radhë deri në 7 kilometra me typa me shku me marë. Dhe nuk mundet me marë typin e gazit për përgatitjen e ushqimit, pa e pas letër njoftimin dhe me nënshkruese për çika çdit sa antar të familjes i ke dhe kështu. Krizë katastrofike renda në kilometra në një popullat afër 2 miliard njerëz. Sistemi pra i shpërndarjes së gazit në Indi, në Tajland, në Indonezi dhe në vendet të tjera po kërkon plus dëshmi banime. Që kjo pompe benzinit këto, stacioni karburantit, kjo ardhë aty, ma jep mere pej komunës se ti banon në qëtë lagje, në qëtë teritor të qësaj pompe të benzinit. Dhe në munges të këtyre, në Kosovë nuk e kemi të regullum sa dohet këtë pun, e lema në Indi dhe në ato vendet
aziatike në mungesë të verifikimeve se ai person banon në atë lagje, probleme e revolta e përlamje dhe vrasje të përdiqme për shkak se po dohet me marr gas dhe me quhe të shtëpia. Punëtorët në Indi, në një shtet 1.5 miliard njerëz, së paku 1.5 miliard, se sa e kum pa unë në Indien, kur zbesoj se ata njerëz i qojnë fëmijët e tyne me u nënshkru. Vesh në Kalkuta afër 4 milion njerëz i ketu jetue në për bërlogje, në për rrugë, pleherat, qend e ndacak, thuje me një botë tjetër dhe një pjesë të madhe të Indis e ke kështu. Ata njerëz pastaj me i shkrue fëmijët e tyre, prandaj po thëm me letra 1.5 miliard, po aty ka shumë ma shumë njerëz të cilët kur në jetën e tyne nuk shkruhen. Punëtor që jetojnë me pagat ditore, në Indi pagat zakonisht janë ditore funditës ja japin 10 cent, 20 cent, nuk po mujnë me i përbalue çmimet e ngritura, e disa prej tyre veç deklarojnë se po detyrohen me kërkue lëmosh pasi të dalin prej punës e derisa të shkojnë të shtëpia. Sipas Financial Times, lufta ka lënë plag afatgjata në tregjet financiare globale, të cilat, sipas Financial Times, do të ndjehen thellë në shoqëri të ndryshme të botës së paku për 36 muaj. Çmimet e energjisë mbeten shumë më të larta se para luftës, ndërsa nafta Brent, nafta kështu, është rritur në tregjet globale deri në 35%. Tregjet e aksioneve dhe obligacioneve kanë pësuar luhatje dhe tronditje të forta, shkruan Financial Times. Edhe pse ka pasur një rikuperim të përkohshëm pas armëpushimit, ai mbetet ende i tendosur. Shkojmë tutje. Investitorët e njohur dhe të shumt në botë thonë se problemi kryesor tani për tani është humbja e besimit në kontratat e punës dhe në projektet në të cilat ata investojnë. Dhe kjo çon në rritje të kostove, të financimit dhe investimeve për një periudhë të gjatë deri në 7 vite. Gjithashtu, miq, lufta ka ndikuar në dobësimin e besimit ndaj dollarit amerikan, që për shkak të borxhit publik dhe tensioneve ndërkombëtare, shumë shtete, disa shtetet janë më modest në botë, kanë filluar të përdorin disa valuta, prej të cilave dollari amerikan është friksuar shumë, e sidomos nga valuta kineze. Në Evropë, ndikimi është i madh për shkak të varësisë nga energjia e importuar, duke qenë në rritje të kostove dhe ngadalësime ekonomike. Megjithse, shkruan Financial Times, për shkak të fuqisë ekonomike që kanë pas vendet e Evropës dhe kanë filluar të përdorin rezervat e tyre dhe të ngritin çmimet e naftës në nivele enorme për të përfituar shtetin nga tatimet që i japin pastaj kompanitë shitëse të naftës, kjo gjendje do të përfundoj së shpejti dhe do të filloj të ndjehet kriza ekonomike në Evropë, siç është duke u ndje në Azi, në Afrikë dhe në vendet e Amerikës Latine. Kuptohet, Evropa e ka një qëndrueshmëri ekonomike, por kjo qëndrueshmëri ekonomike e bazuar në rezerva shtetënore, si të naftës, si të paras dhe bankave, kjo një ditë mund të përfundoj nëse nuk hapet menjëherë ngushtica e Hormuzit. Raportet
e lartë përmendura, shumica e tyre, tregojnë se kostoja e luftës nuk kufizohet vetëm me humbjet ushtarake, por shtrihet në pasoja strukturore të gjata, në zgjerimin e mundshëm të konflikteve globale, në destabilizimin ekonomik dhe social, në rritjen e çmimeve të energjisë, në rritjen e kostove të huamarrjes dhe në uljen e besimit në tregje. Dhe kjo e bën më këmbjen e plot, shumë të vështirë edhe për vite të tëra pas luftës të Iranit. 2-3 fjalë miq për çet urejen. Fshatarët sidomos, nga jo që mbellni ara, keni ara, e dini, plehu artificial CO, NH2, klapa 2, është i barbar për karbonit, për oksigenit, për azotit edhe për hidrogenit. E ndihmon tokën, me gjithë që në staza afatgjata e dëmton strukturën e tokës, e prish, në të kundërtën plehrat natyrale, të kafshëve, të kalbjes së bimëve dhe kështu, që kur nuk e dëmtojnë, janë ekologjike, nuk e dëmtojnë botën, që kjo ureja miq, 46% është azot. 46% azot krijohet, nga dioksidi i karbonit, amoniaku, e që prodhohen këto nga gazi natyror. Dhe gazi natyror e ka në dorë Katari. Dhe Katari si fuqia e tretë në botë. E para është, e dyta në botë është Katari. E para është Rusia, pastaj Katari me një grusht njerëz, pastaj është Irani, e që kalon nga aty pari, dhe për këtë arsye në një video të kaluar e përmenda edhe problemin e Bosforit dhe Dardaneleve. Meq, në analiza serioze, në raportet të tilla, janë duke u përmend shumë ngushtica. Kthimi i fenomenit të luftës jo ushtarake, por ai i cili i ka ngushticat në dorë, ai shtet do ta kontrollon në të ardhmen botën. Prandaj në videon e kalume, kur e përmenat middle power, si Pakistani e dosene, shtetet e cilat kanë ngushtica do të jenë shtetet determinante në të ardhmen. Nuk ka hesap Amerika mu çun luftë për çdo kohë me luftu kundër këtyre shteteve që kanë ngushtica. Që shka boni me Panaman, u ngrit bota në kam. U detyrun me Kinën gati nuk nesën luftë, e që në luftë ekonomike janë. Për shkak se SBA-ja, Donald Trump dëshironte me mbyll ngushticën e Panamas për anijet kineze dhe pastaj ju vnoj tatime në miliona dollar anijeve për ta zben ndikimin dhe ekspansionizmin ekonomik dhe politik ndoshta të Kinës në Amerikën Latine dhe në Amerikën Veriore. Pastaj të Grenlanda që po do me bleje Trumpi. Pa i se ka për me mjell aty pasole e orize grun, por për me rujqat grykën që është midis Kanadas, që ajo pjesë e ujit, midis Kanadas dhe Grenlandës, që aty mos mi kalue anijet ushtarake të Rusisë të Kinës. Pastaj të Indonezia, atje gryka të ndryshme, pastaj të Japonia. Dini ju se Japonien, malhaptor, që ka pas bombardu Japonia, si rezultati ati bombardimi që e ka bo atje të ishull, pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja hedhin 2 bomba atomike në vitin 1945, ish perandorisë japoneze atëherë. Pra, rëndësia e grykave është, ose lufta për grykat është luftë për tej dimensioneve të luftrave ushtarake. Si lidhet puna e kësaj urejes që ti plehit natyral me ngushticën e Hormuzit? Lidhet natyrisht,
sepse blokohet transporti detar, ngritet rritja e çmimeve të energjisë, rritja e çmimeve të plehrave, rritja e çmimeve të ushqimit, rritja e urisë dhe natyrisht destabilitetit në për shumë vende të botës. Edhe njëre, përfundimisht, në përmes grykës së Hormuzit, ngushticës së Hormuzit, kalojnë mbi 30% e naftës globale, 25% e gazit natyror dhe midis 35 deri në 50% e plehrave duke përfshirë urean. Pra, nuk është vetëm arterje e naftës, por është arterje e bukës dhe e ushqimit për miliarda njerëz në botë. Efekti domino në ekonomi, rritja e çmimit të plehrave artificiale shkakton inflacionin ushqimor, ngritjen e çmimeve të bukës, të miellit, të orizit për miliarda njerëz, sidomos në Azi atje sa atë orizin e kanë bokë, ngritja e çmimeve të pemëve, të perimeve dhe të ngjashme. Ngritja e çmimeve të këtyre, qeveritë si kjo e jona këto dhe të shumë shteteve në botë nuk e kanë luksin dhe komoditetin e fuqin që t'i ngrisin pagat dhe ndihmat sociale krahas ngritjes së çmimeve të këtyre gjërave ushqimore. Pra, analist e njohur të marrëdhënieve ndërkombëtare gjithë këtë e quaj një rrezik i sigurisë globale që lidhet sidomos me ushqimin e natyrisht edhe me energjinë dhe stabilitetin politik. Energjia për tash është për vendet e pasura që kanë nevojë për energji, rrymë, naftë, gaze për prodhim, sepse bota është në garë për të prodhuar sa më shumë, ndërsa për 75% të botës në pyetje është buka, në pyetje është orizi, në pyetje është gruri, në pyetje është patatja, në pyetje është plehi artificial, që 50% e ushqimit në botë, mbajeni mend këtë statistikë, 50% e ushqimit në botë varet kryesisht nga posedimi apo mos posedimi i plehrave artificiale. 50% e arave e të mbjellave në botë kultivohen me përdorimin e plehrave artificiale, e nga këto 35% deri në 50% kalojnë nëpërmes ngushticës së Hormuzit. Dhe për fund, miq, në analizat klasike të konflikteve globale, ndërkombëtare, energjia ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes si faktori përcaktues i fuqisë dhe stabilitetit. Megjithatë, zhvillimet e fundit, sidomos në ngushticën e Hormuzit, në luftën kundër Iranit, dëshmojnë këto analiza një transformim shumë të rëndësishëm dhe ndoshta i pavedishëm, i pakontrolluar, i pa paralexuar nga shtetet të cilat e nisën këtë luftë. Se nga dominimi i energjisë si instrument presioni, po shkohet drejt shfaqjes së ushqimit dhe inputeve bujqësore si armë gjeoekonomike. Lufta e ardhshme, luftrat e ardhshme në botë do të koncentrohen në gryka dhe ngushtica, do të koncentrohen dhe do të përdoret uria, ushqimi si arma kryesore, atomike, bërthamore e përtej saj, dhe do të jetë problemi i ujit. Deri në mbrëmje, kur do të paraqitem me atë surprizën që e kam paralajmëruar 2 herë, mirëmbëjtje e ditën ose natën e mirë. Miropafshim.